pretendu dhe kanë gjenë ndoshta mënyra vegza, edhe kanë pas fardije, ndoshta... Kush janë të tjerët? Të tjerët jashtë LDK-s kanë fjallin, jam e LDK-n, sepse këta janë mercenarë, këta nuk kanë bëjmë një subjekt politik, këta për çdo parti politike punojnë. Po ne ti fol për LDK-n, se të LDK është për momentin gjishti drejtuar. Kja me pas kësene LDK-s, këta 5 part kishin morë. E jo këta 5 njerëz, 5 kandidat që ju dheqin 5 deg, tona jashtë mas pako kanë vota, tregon qarë që sukon e LDK-s. Edhe dyta, edhe në Vushtëri, Reze Krasniqi ka bo ankes edhe bo hapja kutis. Veti i LDK-s ka bo ankes për LDK-n në këtë rafsh edhe ati që ka ndalë. Në që ato fletë votimi e ndalë që ka pas ma shumë se 10 kandidat votum. Nuk ka pas abuzim atë. Po nejse, edhe ajo është një pjesë e abuzimit. Kur e nëmru votat, komisionert në vendet e caktume nuk e kanë pasqyru korrekt votën e 10 votave të preferenciale. Jë ndalë 11 vota. Në që ato vendet që jënë gjithë 11 kandidat preferencial të votum, është anullu sa o me litë që është. Mund është ma pak se 10 me votu, po jo ma shumë se 10. Momentet që delë ma shumë se 10, vota për deputet anullohet ndërsa ruhet për partinë politike. Ata e kanë bërë qëtë gjetje dhe kanë zbuluin në nëzit. Ma ne këtë narracionin ndërtohet që o vjedh vota edhe ju kanë zbrit këtune njerëzve kaq vota, që nuk është e drejtë. Sepse ndodhë në proces votimit, me bo një kandidati vëvës, me bo ankes në kilin, për vota në brendshme ku me di që ka jo delë. Asë një kandidati, asë një partije politike nuk ka pas asë një ankes për kërkan, edhe kjo është procedurale, nuk ka hapën kutit edhe në byllën gjashton. Jam i sigurt që ka në shumicën e vendve, edhe për PDK-n, edhe për AK-n, edhe për VV-n, vota preferenciale ma shumë se 10. Ka, edhe mundet më gjithë, po nuk i na hi në rinumrem. Tani kjo situatë, kur lyp dikon, është sikur ai tregimi që gjithmonë, ne duhet me lexu dhe me përkujtu gjithmonë, sepse unë po them gjithmonë edhe kjo, për shef që është del, LDK-ja fiton LDK-n. LDK-ja nxjerr LDK-n edhe debatin e mbrëmshëm edhe për te kësaj, këtë raporti LDK, nuk ka raporti me partitë e tjera. Për te LDK-s, zone o zotri, në Facebook, kanal 10, zyrtar në aty mund të dërgoni pyetje për zotin Azirin në pjesën e fundit, do t'i inkorporojmë ato pyetje.